parë është ndjesia është fantastike. Me thënë, Korça e meriton këtë gjë. Përveç faktit që Korça është qyteti i parë që kanë lindur orkestra e parë zyrtare e shtetit shqiptar. Me thënë, gjithë zona juaj ka një merit shumë të madhe, duke futur këtu dhe dardhën, se dardhianët në Amerikë bën atë formacionin e parë muzikor shqiptar që mbështeten më pas formimin e shtetit shqiptar dhe qeverinë e parë shqiptare që ka bërë ceremonialet. Dhe unë jam shumë i lumtur sot dhe që vi në Korçë dhe shikoj kaq shumë orkestra të huaja frymore rrugëve të Korçës. Është një atmosferë fantastike. Me eksperiencën time në Europë, kam parë që si qyteti i Korçës janë të pakta qytetet që bëjnë këtë gjë dhe është për t'u falenderuar kjo iniciativë dhe mbajeni dhe shtojeni pothuajse çdo vit sepse është një gjë shumë e mirë për qytetin, për rinin edhe për gjithë jetën artistike tuaj.